Dita e tokës festohet në të gjithë botën më 22 prill për të demonstruar mbështetjen për mbrojtjen e mjedisit që sipas ekspertëve po bën qartë thirrje për veprim. Çdo vit në Lushnjë organizohen aktivitete sensibilizuese ku shpërndahet mesazhi për mbrojtjen dhe jetën në harmoni me planetin ton. Sot u ndalua lëvizja makinave nga Policia Bashkiake nga ora 8 deri në orën 12 tek bulevardi i qytetit. Politikanët mbështesin këto aktivitete. Kryetarja e Bashkisë Eriselda Sefa tha se kjo është një ditë simbol ku duhet të mendojmë për planetin në të cilin jetojmë. Në kuadër të 22 prillit, ditës ndërkombëtare të tokës, Bashkia Lushnje, ashtu si çdo vit, edhe këtë vit ka parashikuar një sër aktivitetesh, një prej cilëve ishte mbyllja e segmentit rrugor nga Raiffeisenbank deri në sheshin qendror, ku duam të japim mesazhin që të përdorim sa më pak makinat, po vazhdojmë me aktivitete të tjera në shkollën Fotopuka me nxënësit e kësaj shkolle dhe në kopshtin numër 2. Ndërkohë që në orët më pas të pasditeve do të vazhdojmë me një fushat të pastrimit në gjithë territorin e qytetit Lushnjës nga administrata e bashkisë për të dhënë atë modelin sensibilizues që ne duhet jemi të parët ata që duhet të mbrojmë tokën dhe duhet të mbrojmë mjedisin ku jetojmë.